Big Brother VIP Albania 5 ka përfunduar, por jo edhe interesi i publikut për banorët e këtij reality show, e sidomos për finalistët dhe për fituesen e këtij reality show. Ne do të sjellim në vijim reagimet e finalistëve pas daljes dhe sigurisht të fituesës së këtij edicioni të Big Brother VIP Albania 5. Numër 4 ishte Rogerti, ai që doli më i pavotuari nga kjo katërshe, mirë po qasje nuk kemi në profilin e Rogertit në Instagram për të shikuar se çfarë reagimi ai ka bërë. Dhe deri në këto momente kur ne po e publikojmë këtë artikull, nuk kemi qasje në profilin e tij. Vijojmë të tretin në renditje, i cili ishte Mateo. Mateo ka shpërndar këtë video që do ta shihni në vijim dhe në përshkrimin e saj ai falenderon të gjithë për suportin që i kanë bërë Mateos gjatë qëndrimit të tij në Big Brother VIP Albania 5. Përshëndetje gjithëve. E di që gjithë do mendonit se Mateo nuk ka hedhur akoma asnjë post ose story, nuk ka thënë asnjë gjë publikisht. Po që në momentin e parë që kam dalë kam pasur probleme me telefonin. Më pas kam preferuar të pushoj pak, të shpenzoj pak kohë me familjen. Edhe mund të them që nuk mund të kem parë as një 5% të gjithë asaj që keni bërë për mua ndërkohë që unë kam qenë aty brenda. Fillimisht doja t'ju falenderoja përzemërsisht gjithëve, pafund për gjithë mbështetjen që më keni dhënë, për çdo votë, çdo vlerësim, çdo koment, çdo fjalë të mirë, çdo suport, çdo letër, çdo parashut, çdo dron, domethënë ju jam pafund mirënjohës që të gjithëve. Momentin që isha aty brenda, asnjëri nga ne nuk e di se çfarë bëhet jashtë. Normalisht që edhe unë në atë pikë që arrita e kisha dëshirën për ta fituar çmimin e madh. Por kur dola dhe pash gjithë mbështetjen e publikut, gjithë dashurinë e publikut, unë mendoj se dashuria e publikut është 100 herë më e madhe se vlera 100.000 euro. Edhe herë doja të falenderoj gjithë shqiptarët e Shqipërisë, e Kosovës, Maqedonisë, Malizisë, Çaverisë, diasporën, Amerikën, Kanadan, Australinë, Europën, shqiptarët, gjithë botën ju falenderoj përzemërsisht, ju dua shumë, edhe dhe jemi bashkë shumë shpejt. Finalisti i dytë i Big Brother VIP Albania 5 ishte Miri. Miri në reagimin e tij falenderon të gjithë për suportin që i kanë bërë, duke thënë: "Faleminderit nga zemra çdo njërit prej jush. Asnjë fjalim nuk mjafton për t'ju shprehur me përulje mirënjohjen." Tutje Miri vazhdon duke treguar për rrugtimin e tij dhe duke falenderuar gjithashtu të gjithë që e keni mbështetur. Ndërsa në fund krejt kemi sjellur finalistën dhe fituesen e këtij Big Brotheri, Selin Bollat. Në reagimin e saj pas daljes, Selin shkruan: 120 ditë Selin, nuk është një postim i rëndomt në Instagram, por një mijë emocione të mbledhura në pak fjalë mirënjohëse. Një rrugtim sfidues, emocionues, një përballje jo vetëm me njerëz me të cilët ndava një shtëpi, por mbi të gjitha një përballje me veten time, me atë Selinin e vërtet që qëndroi e tillë 120 ditë, 24/7. Ky i sotmi është një falenderim special, një falenderim zemre për të gjithë ata njerëz që më 19 dhjetor e njihnin shumë pak Selinin, e me 18 prill u dashuruan, u apasionuan dhe u bën familja ime e dytë, publiku im, dashamirësit e mi, mbështetësit e mi. Pa ju, rrugtimi im nuk do të kishte shpirt, nuk do të kishte dritë, nuk do të kishte kuptim, nuk matet rruga me hapat që hedh, por me zemrat që prek. Udhëtimi im nuk ishte drejt finales, po drejt vetës, dhe ju ishit drita ime në çdo hap. Falenderimet e radhës vijojnë për ata emra që kanë frymzuar Selinin e vogël dhe i kanë hapur derën e Selinit të madh. Duke falenderuar këto Sara Hoxhën, Ledion Liçën dhe të gjithë të tjerët që kanë qenë gjatë këtij rrugtimi të Selinit në Big Brother VIP Albania 5.